për sot është për tensionin, pra për hiper ose hipotensionin. Kam zgjedhur këtë temë sepse kam parë që shumë njerëz vuajnë gjatë gjithë jetës me këtë problem. Në një moment të bukur të jetës, dikush fillon që të ketë luhatje të tensionit, por deri në atë moment nuk ka patur asnjëherë. Pra, kur fillon të ketë luhatje të tensionit, ka ndodhur diçka. Dhe shkon paraqitet tek një mjek. Mbasi bën matjet e nevojshme, rezulton që ka tension të lartë ose të ulët. Në këtë rast, mjeku, allopat, i sugjeron ose i thot që duhet të fillojë të përdorë disa ilaçe për të mbajtur nën kontroll tensionin. Dhe mbase këto ilaçe do t'i përdori edhe gjithë jetën. Kjo është mënyra dhe metoda e mjekësisë allopatike. Ndërsa në mjekësinë naturopatike nuk përdoret kjo lloj logjike. Përdoret një logjik tjetër. Do me thënë, përderisa ju një ditë më përpara, ose disa ditë më përpara, ose gjithë jetën nuk keni vuajtur kurrë nga tensioni, atëherë ka ndodhur diçka në trupin tuaj. Çfarë ka ndodhur? Tensioni rregullohet në mënyrë automatike në organizmin ton nga disa mekanizma. Por përpara se të shpjegoj këto mekanizma dhe përpara se pacientit neve të themi që tensioni vjen për këtë shkak apo për atë shkak, pra në thelb ne duhet të gjejmë shkakun e problemit. Pse ky individ nga një moment vuan nga tensioni i lartë ose i ulët. Pra nga një moment në tjetër, nga një ditë në tjetrën, u çrregullua ritmi i tensionit. Për të arritur në një përfundim sa më të saktë, në fillim duhet që pacienti të mas tensionin 6 deri në 8 herë në ditë. Për një javë rresht, ti mbaj shënim në një blok dhe ato blokun t'ia çojë ose mjekut ose naturopatit, sipas dëshirës që ka. Edhe mjeku duhet ta bëjë këtë për të parë nëse është një tension kronik apo është një tension që mund të jetë edhe me shkaqe të tjera psikoemocionale. Sepse kura në të dyja rastet është e ndryshme, nuk është e njëjta kurë. Prandaj edhe neve duhet të bëjmë po të njëjtën gjë. Dhe nëpërmjet këtyre matjeve arrim të kuptojmë nëse është një tension kronik apo një tension psikoemocional. Tani fillojmë dhe shpjegojmë cilat janë mënyrat e organizmit që mban nën kontroll tensionin tonë. Mënyra e parë është ena e gjakut. Ena e gjakut të çdo njeriu dhe të çdo kafshë duhet të ketë një elasticitet të caktuar. Pse? Sepse fluksi i gjakut, kur zemra pompon, pra kur shtyn gjakun, ena duhet të zgjerohet për të amortizuar goditjen. Dhe kur zemra është në pauzë, ena ngushtohet. Pra, ena e gjakut ndjek ritmin e zemrës. Kur pompon, zgjerohet. Kur është pushim, zvoglohet. Dhe gjithë ky ritëm i enës është deri në kapilar. Dhe pra do të thotë që kjo lloj lëvizje e enës së gjakut çon gjakun deri në kapilar. Tani, nëse ena e gjakut është e ngurtë, si tub xhami, për shembull, atëherë presioni do të jetë shumë i madh, sepse nuk amortizohet nga zgjerimi i enës. Dhe kundërta, nëse ena do të jetë shumë e butë, pra ka humbur elasticitetin e vet, atëherë ajo do të zgjerohet shumë dhe nuk do të ketë forcën e dur për të arritur deri në fund, pra nuk furnizon me gjak mirë organet. Në këtë rast, për shembull, nëse nuk furnizohen mirë ekstremitetet, mund të kemi duar dhe këmbë të ftohta, për shembull. Një shenjë. Por, nga se është e varur, elasticiteti i enës së gjakut.
duhet të imagjinoni një gomë makine ose biciklete, e cila është e përbërë nga pjesa e butë, që është prej gome, elastiku, por brenda kësaj gomës ka një rrjet teli. Ka një rrjet, mund të jetë teli, mund të jetë në mënyra të ndryshme. Rrjeta është struktura, ndërsa goma është pjesa që mban të tërën që të mos dalë ajri jashtë, që të mos humbas ajri. Edhe ena e gjakut ka po të njëjtën strukturë, ka një, po e quajmë rrjet, dhe ka edhe pjesën gomoze, e cila nuk lejon daljen jashtë të gjakut. Që të dyja këto pjesë janë të përbërë nga minerale, vitamina, aminoacide. Prandaj, në qoftë se në njërën nga këto pjesë mungojnë disa vitamina, disa minerale ose disa aminoacide, atëherë ndryshon elasticiteti i enës së gjakut. Pra, gjëja parë që duhet shikojmë është elasticiteti i enës së gjakut. Po mirë, si ta njohim neve elasticitetin e enës së gjakut, çfarë mekanizmi kemi neve? Ajo fleta që plotëson individi në fillim duhet parë me vëmendje. Elasticiteti më i mirë i enës së gjakut është 120 me 80. Pra, diferenca është gjithmonë 4. Në qoftë se është 4, atëherë elasticiteti është normal. Por në qoftë se ky numër ngushtohet, pra në vend të jetë 120 me 8, por 120 me 10, ena është ngushtuar shumë, ka humbur diametrin, nuk e ka më diametrin e duhur, por është zvogluar dhe nuk hapet mjaftueshëm. Hapet shumë pak edhe mbyllet me një herë. Pra, po vjen duke ngurtësuar, është ngurtësuar. Në këtë rast duhet parë se ku është ngurtësimi. Është në pjesën e butë, gomoze, apo është në pjesën e strukturës së telit, sepse që të dyja mund të ngurtësojnë enën. Ndërsa, në rastin tjetër, kur matjet tregojnë një tension 12 me 6 ose 12 me 4, do thotë që ena është larguar, është hapur dhe nuk ka aftësinë për të mbledhur, për të rikthyer në gjendjen e saj fillestare. Edhe në këtë rast do të shkojmë të shikojmë nëse kjo varet nga pjesa gomoze apo nga pjesa e strukturës. Mbasi kemi bërë këtë hap, duhet të shkojmë dhe të vërtetojmë të gjithë elementët që përbëjnë pjesën e gomës, po e quajmë në thonjza, dhe pjesën e telit të rrjetës, edhe kjo në thonjza. Cilat janë elementët që përbëjnë këto pjesëzat të enës së gjakut. Struktura gomoze elastike përbëhet nga omega 3, magnezi dhe squfuri, ndërsa struktura antielastike, pra e kundërta, përbëhet nga vitamina B8, B12 dhe izoleucina, që është një aminoacid. Në bazë të kësaj duhet të veprojmë o tek njëra o tek tjetra sipas rezultateve që kemi marrë më përpara nga pacienti. Ndërsa struktura fibroze, edhe ajo mund të jetë elastike ose e ngurtë, në pjesën e elasticitetit ndikon omega 9, D3 dhe metionina. Pra omega 9, vitamina D3 dhe metionina. Ndërsa në pjesën antielastike, pra në ngurtësimin, veprojnë më shumë manganezi, silici dhe vitamina B3. Duke ditur këto, ne mund të japim njërën ose tjetrën sipas rezultatit që kemi në fletën përpara syve. Një problem tjetër në enën e gjakut është edhe sasia e gjakut që është brenda në enë dhe densiteti i gjakut. Që të dyja këto mund të luajnë një rol në luhatjen e tensionit. Por këto janë relativisht të lehta dhe nuk japin shumë problem tek individi, sepse në qoftë se është gjaku i trashë të stimulon që të pish ujë, në qoftë se ke pak ujë në organizëm të stimulon që të pish ujë, në qoftë se ke tepër të stimulon që të shkakosh duke urinuar e kështu me radhë. Tani kalojmë në pikën e dytë. Cila është pika e dytë që ndikon në ruajtjen e ekuilibrit në mënyrë natyrale
tek çdo njeri dhe çdo kafsh, jo vetëm tek njeriu. Edhe kafsha është e përbërë po njësoj si ne. Mekanizmi i dytë është mekanizëm hormonal. Ne kemi, ose ne prodhojmë, hormone të cilat mund ta shtrëngojnë enën dhe hormone që mund ta lirojnë enën. Nuk ka rëndësi emrat e hormoneve, sepse këto prodhohen nga trupi në kushte të caktuara psiko-emocionale ose në kushte kur organet që prodhojnë këto hormone mund të jenë të smura, pra mund të jenë të infektuara. Gjithashtu, edhe në enën e gjakut, përveç këtyre që shpjeguam, elasticiteti, në qoftë se ena e gjakut, pra qelizat që përbëjnë enën e gjakut, janë të infektuara nga një smundje ose nga një inflamacion, ajo ndikon në mënyrë automatike në luhatjen e tensionit. Pra, duhen parë edhe pjesa e smundjes së enëve. E njëjta gjë është edhe me mekanizmin hormonal, të cilat disa hormone mund të prodhohen në kushte të caktuara. Fjala vjen për shembull, nëse janë duke ecur në një pyll dhe shoh përpara një ari, duhet ikim me vrap, duhet prodhojë disa hormone të cilat bllokojnë aparatin tretës, ngushtojnë enët, rrisin presionin e gjakut, shkojnë tek muskujt që ti të bësh vrap në mënyrë që të shpëtosh jetën. Pra, duhet të aktivizosh sistemin simpatik. Ndërsa, kur këto organe që prodhojnë këto hormone janë të infektuara, mund të prodhojnë në mënyrë jo të rregullt hormone të cilat ndikojnë pastaj në luhatjen e tensionit. Një mekanizëm tretë dhe një mekanizëm tjetër për rregullimin në mënyrë automatike që përdor trupi jon për të ruajtur ekuilibrin e tensionit, pra luhatjet e tensionit, është mekanizmi i receptorëve. Ne kemi disa receptorë të cilët kontrollojnë organizmin 24 orë pa pushim. Këto receptorë masin minimumin dhe maksimumin e presionit të gjakut në pika të caktuara të organizmit. Dhe në qoftë se në një pikë të caktuar mat që është më shumë se sa ç'duhet ose më pak se sa ç'duhet, prodhon disa, prapë shkojmë tek sistemi hormonal, prodhon disa hormone të cilët ndikojnë në rregullimin e fluksit të gjakut ose të enëve. Ne kemi një receptor mbrapa kokës, në pjesën këtu mbrapa, një receptor në harkun e aortës, aty ku godet vrulli i parë i gjakut mbasi del nga zemra, një receptor në veshkën e djathtë, edhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse aty do të matet patjetër shpejtësia me të cilën veshka filtron gjakun. Dhe një receptor në mëlçi, edhe kjo pa aq e rëndësishme. Pra në dy filtrat kryesorë të gjakut ne kemi dy receptorë, edhe në veshka, edhe në mëlçi. Por, në qoftë se këta receptor infektohen nga një parazit, nga një bakter, nga një virus, nga myku, apo dëmtohen nga ndonjë gjë tjetër, atëherë ne kemi luhatje të mëdhaja midis të tensionit. Edhe sikur ena të jetë e rregullt, edhe sikur hormonet të jenë të rregullta, infeksioni nëpër këto receptor bën që të kemi një çrregullim pothuajse total të tensionit. Prandaj në këtë raste duhet gjetur se cili është infeksioni që ka shkaktuar dëmtime të receptorëve. Mbas heqjes së këtij infeksioni, në shumicën e rasteve, pothuajse në të gjitha rastet, receptori kthehet në gjendjen e tij fillestare dhe personi i normalizohet tensioni dhe nuk ka nevojë të marrë ilaçe. Në të gjitha rastet, nëse ne gjejmë shkakun e problemit, ilaçet nuk do t'i duhen më. Por gjithsesi, nuk jam unë ai që ja heq ilaçet. Por vetë individi ose me mjekun e tij përkatës mund të ulë ose të heq ilaçet sipas rezultatit të tensionit që do bëj matjet gjatë ditës. Mekanizmi i katërt është mekanizmi i shkarkimit. Do me thënë, qoftë mekanizmi i enëve të gjakut, qoftë mekanizmi hormonal, ose ky i sensorëve,
që të gjithë shkojnë dhe veprojnë përveç zgjerimit të enës ose ngushtimit të enës, veprojnë edhe për të shkarkuar ose për të thithur më shumë ujë, pra ose ta shkarkojnë ose ta thithin. Kjo bëhet nëpërmjet veshkës. Veshka ka aftësinë që të thithë më shumë ujë ose të lëshojë më shumë ujë. Dhe çon në fshikëzën e urinës. Fshikëza e urinës gjithashtu ka receptorin tjetër që kontrollon se sa mund të mbajë kapaciteti dhe fillon shkarkimi. Pra, nëse është e nevojshme për të shkarkuar dhe tensioni shumë i lartë, ndodh fenomeni i shkarkimit nëpërmjet urinimit. Dhe kundërta, nëse është i ulët, bllokohet urinimi, shkaktohet ndjenja e etjes dhe ne fillojmë dhe pim ujë. Në të njëjtën kohë edhe në veshk thithen disa minerale për të mbajtur sa më shumë ujë brenda enës së gjakut. Pra, këto 4 mekanizma janë shumë të rëndësishëm në kontrollin dhe ekuilibrin e tensionit tek një njeri normal. Dhe këndvështrimi naturopatik është që të gjej shkakun cili nga këto të 4 ose disa prej këtyre të 4 ka shkaktuar luhaten e tensionit. Në të gjitha rastet që ka një infeksion, duhet përcaktuar sakt cili është infeksioni nëpërmjet teknikave siç është kinezologjia apo ndonjë teknik tjetër. Mund të përcaktohet cili është infeksioni dhe cila është kura që duhet të marrë individi për të eliminuar këtë lloj infeksioni. Mbas heqjes së infeksionit dhe gjatë kurës që hiqet infeksioni duhet patur shumë kujdes, sepse nga eksperienca ime, në të gjitha rastet, individi duhet ketë kujdes dhe të bëjë matje të her pas hershme gjatë ditës, sidomos përpara se të marrë ilaçet që janë për tensionin, sepse nëse tensioni arrin të stabilizohet vetë, duke marrë ilaçe mund të ulet shumë më tepër nga që duhet të jetë. Pra, dal nga dal, duhet kontrolluar edhe pjesa e ilaçeve, në këtë rast do ishte mirë që të ishin të dy, edhe naturopati, edhe mjeku, të bashkëpunonin për të rregulluar edhe pjesën e ilaçeve, sepse ka mundësi që të mos i duhen më fare. Ka shumë mundësi të mos i duhen më fare. Problemi tjetër, ku do t'i marrin integratorët për shembull, mbasi kemi hequr infeksionin, mund të kenë munguar integratorët. Për të marrë integratorët e duhur, në radhën e parë, ne duhet shohim aparatin tretës, nëse ai funksionon siç duhet apo jo. Sepse kur në trupin ton mungojnë suplemente, mungojnë minerale, mungojnë vitamina, do të thotë që aparati jon tretës nuk funksionon siç duhet. Pra, nuk tretohet. Duhen kontrolluar qelizat që prodhojnë acidin kloridrik, që prodhojnë pepsinën, që prodhojnë gastrinën, duhen kontrolluar qelizat e pankreasit që prodhojnë amilazin, lipazin, laktazën. Pra, ne duhet shohim nëse tretet apo nuk tretet ushqimi që ne ham. Pastaj duhet shohim edhe përthithjen e ushqimit. Në qoftë se aparati tretës është në rregull, atëherë duhet parë mënyra e të ushqyerit, se si ushqehet ky individ, sepse mund të jetë mënyra e gabuar e ushqyerit, e cila nuk i lejon marrjen e këtyre elementëve të cilët shërbejnë për t'i dhënë elasticitetin e dur enës së gjakut. Në vijim, dikush mund të thotë që unë e mbarova kurën, por tensioni im është akoma jo i stabilizuar plotësisht. Do të kemi parasysh që në qoftë se mungojnë element në enët e gjakut, ata elementet që i përmenda më përpara, ena e gjakut për të rigjeneruar komplet në të gjithë trupin ton, duhet rreth 6 muaj, pra rreth 200 ditë. Pra nëse ne fillojmë sot që të marrim ato suplemente që na mungojnë, omega 3-shin, omega 9-ën, B12-ën, MSM-ën etj. Pra nëse ne fillojmë të japim ato element që konstatuam që mungojnë, ena e gjakut fillon që nga ajo ditë deri në 6 muaj dhe do 6 muaj që të rigjenerohet. Pra edhe rezultati ka një rezultat të menjëhershëm që fillon një lloj stabilizimi, por ai i përhershmi
do të paktën 2, 3 edhe 4 muaj që të stabilizohet. Prandaj jo në të gjitha rastet me njëherë tensioni stabilizohet sa po merr suplementet. Do relativisht nga 2 deri në 3 muaj. Po kaloj 6 muaj që është akoma më e sigurt që nuk kthehet më problemi i tensionit. Unë kaq kisha për sa i përket tensionit, sigurisht që mund të flitet shumë më tepër, mund të shikohet në një këndvështrim tjetër, por ky ishte këndvështrimi im dhe kurat që unë ose metoda që unë përdor për të eliminuar ose për të riekuilibruar tensionin tek çdo individ, sidomos ato që kanë një tension kronik. Ndërsa tensionet e tjera që janë psiko-emocional, duhet bërë një vizitë psiko-emocionale për të parë problemet e tjera emocionale të individit. Ju falenderoj që më dëgjova deri këtu, shpresoj që të kem qenë i dobishëm dhe shikohemi në videon tjetër.